Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot disa nga masat e marra nga qeveria për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit, si dhe ndëshkimin e ndërtimtarisë së paligjshme. Rama theksoi se një pjesë e këtyre masave kanë marrë fuqi ligjore, ndërkohë që një pjesë tjetër do të dalin për konsultim publik, pasi janë masa që lidhen me kodin penal. Në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër është vërejtur shtimi rasteve me COVID-19. Sipas mjekut infeksionist Arben Mino, vetëm gjatë këtij muaji në rang qarku janë regjistruar rreth 100 raste, kryesisht me simptomat e lehta. Mjekët apelojnë për kujdes dhe respektim të masave parandaluese, sidomos për grupet në risk. Në kuadër të tetorit roz, një VKSH Sarand ka nisur aktivitete sensibilizuese për gratë dhe vajzat, duke theksuar rëndësinë e kontrollit të hershëm për parandalimin e kancerit të gjirit. Përveç takimeve me mbështetjen e bashkisë dhe institucioneve vendore, pritet që shumë shpejt të vihet në dispozicion edhe aparati mamografisë për ekzaminime falas. Teatri Shëtitës Çajupi solli këtë fillim tetori shfaqjen e re Rendi i ri, një dramë e autorit spanjoll Sergi Pompermajer dhe regji të Kicholondos. Shfaqja u prit me interes nga publiku gjirokastrit dhe vjen në skenë si një produksion inovativ që prezanton talentet e reja të teatrit Shëtitës Çajupi nën kujdesin e kryetarit të bashkisë Flamur Golemi. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot për masat e marra nga qeveria për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit, si dhe ndëshkimin e ndërtimtarisë së paligjshme. Rama theksoi se një pjesë e këtyre masave kanë marrë fuqi ligjore, ndërkohë që një pjesë tjetër do të dalin për konsultim publik, pasi janë masa që lidhen me kodin penal. Masat e ndërmarra nga qeveria për forcimin e kontrollit mbi territorin dhe mbrojtjen e hapësirave publike kanë hyrë në fuqi, teksa kryeministri Edi Rama ka theksuar se këto masa do të krijojnë kushtet për disiplinim të gjithë procesit të ndërtimit. Në një deklaratë për mediat ku të pranishëm ishin edhe ministri i drejtësisë Besfort Llamari dhe ministri e punëve të brendshme Albana Koçiu, Rama tha se do të ketë ndëshkim të rënd për ndërtime të paligjshme. Inventarizimi dhe regjistrimi i hapësirave publike do të jetë tashmë një detyrim ligjor, teksa theksoi se çdo metër katror rreth një ndërtese që jepet përdorimit publik nuk do të konsiderohet më pronë private. Kjo është një qasje 360 gradë, besoj, që shtrihet në të gjitha drejtimet e konstatuara si problematike. Dhe kam bindjen që do të na jap rezultate të konsiderueshme, pasi krijon kushtet për një disiplinim të mëtejshëm të gjithë procesit të ndërtimit, dhe jo vetëm lidhur me ndërtimet pa leje, por edhe me ndërtimet me leje që rëndom bëhen shkak për deri edhe situata të vështira për njerëzit që paguajnë për të blerë një shtëpi dhe pastaj hasin gjithë farë lloj pengesash, deri edhe pamundësinë për të regjistruar shtëpinë e tyre si pronë të patundshme, apo edhe pamundësinë për të hyrë në shtëpi, siç ka ndodhur në disa raste për shkak të konflikteve mes ndërtuesish apo të tjera të kësaj natyre. Atëherë po i marr me radhë, sepse janë masa që i drejtohen edhe aktorëve të ndryshëm në këtë proces, duke filluar nga rritja e garancisë së zbatimit të projekteve arkitekturore përmes përfshirjes detyruese me ligj të
arkitektit përqegjës në procesin e zbatimit të punimeve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për shkak se arkitektët janë në një trysni të madhe nga ndërtuesit për të bërë devijime nga projekti i miratuar dhe ndërkohë nuk janë subjekt i ligjit, kemi parë deformime të vazhdueshme në procesin e ndërtimit, duke e kthyer arkitektin në subjekt ligjit dhe duke ngarkuar me përgjegjësinë e ndjekjes së projektit dhe me përgjegjësinë për çdo devijim nga projekti, bëhet e pamundur që çfarë lloj presioni nga ana e ndërtuesit të funksionojë mbi arkitektin, pasi në rast se arkitekti i ikën përgjegjësisë që i ngarkon ligji, është ai që paguan pasojat. Po ashtu një tjetër risi është formalizimi i mënyrës njoftimit, duke vendosur rregulla të detajuara për institucionet përgjegjëse dhe autoritetet mbikëqyrëse përpara fillimit të çdo lloji punimi, në mënyrë që procesi të jetë i gjithë i gjurmëshëm dhe i dokumentuar, gjë që sot nuk është rasti. Më tutje është përcaktimi i fazave të kontrollit, duke ndarë qartë çdo fazë në periudhën e zbatimit të punimeve me kontroll në kohë të projekteve të miratuara. Edhe ky është një aspekt që ka çaluar shumë deri sot. Më tutje është forcimi i mekanizmeve të kontrollit, duke përcaktuar 4 faza të detyrueshme kontrolli nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore. Dhe pastaj vjen detyrimi për dhënien e certifikatës së përdorimit nga autoriteti përgjegjës i zhvillimit të territorit, vetëm pas konfirmimit të aktit të kontrollit e njësia e vetëqeverisë vendore. Rama theksoi se ky proces do të jap rezultate të konsiderueshme pasi krijon kushte për një disiplinim të mëtejshëm të gjithë procesit të ndërtimit dhe jo vetëm lidhur me ndërtimet pa leje, por edhe me ndërtimet me leje, që rëndom bëhen shkak për leje dhe situata të vështira. Ligjin për planifikimin. Sezoni dimrit pafron dhe autoriteti rrugor Jugor në Gjirokastër ka marrë masa për mbarvajtjen e rrugëve. Janë siguruar sasi të mjaftueshme kripe dhe skorje për të përballuar ngricat dhe rrjeshjet e Dëborës. ARSH paralajmëron grupe gatishmëri e 24 orëshe për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjencash. Autoriteti rrugor Jugor në Gjirokastër ka nisur përgatitjet për sezonin dimëror, me qëllim garantimin e qarkullimit automjeteve në akset nacionale dhe në kushte të vështira atmosferike. Sipas institucionit janë hartuar planmasat për ndërhyrje në kohë në rast e rreshjesh të dendura, ngricash apo rreshje dëbore. Gjatë muajit tetor do krijohet shtabi i përballimit të situatës dimërore në rajonin e Jugut, njëkohësisht do hartohet edhe plani i masave për përballimin e sezonit të ri dimëror. 3 janë drejtimet kryesore të këtij plani masash. Së pari, ndeshemi me problemin e rreshjeve të Dëborës, të formimit të akullit edhe ngritësave nga temperaturat e ulta, ku pikat më problematike në këtë drejtim janë qafa e Muzinës, qafa e Skërficës edhe aksi rrugor e Rind Çajup. Së dyti, kemi problem me përmbytjet. Pikat më problematike janë liqeni Virojt, ku aktualisht është drejt përfundimit projekti për ndërtimin e urës së re për zgjidhjen definitive të këtij problemi, si dhe kemi dhe problemin e përmbytjeve si rezultatit daljes së shtratit të lumit të Vjos, ku 2 pika problematike janë në Dragot edhe në Badëlonjë të aksit përmet Qarshov. Drejtimi i tretë
janë problemet e shkaktuara nga rrëshqitjet e shpateve të rrugës dhe nga rrëshqitjet e trupit të rrugës. Pikat më problematike janë segmenti Uralekël-Dragot, është rruga Tepelen-Bënç-Gusmar, është edhe aksiri Kardik-Delvin. Gjithashtu janë siguruar sasi të mjaftueshme kripe dhe skorje, të cilat do të përdoren për pastrimin dhe kriposjen e rrugëve kur të jetë e nevojshme. Gjatë muajit tetor bëjmë përgatitjet e magazinimit të kripës, skorjeve, gatishmërisë mjeteve borpastruese edhe të personelit përkatës për gatishmëri 24 orë. Autoriteti rrugor jugor thekson se do të ketë grupe gatishmërie 24 orë me mjete dhe punonjësit përkatës për të ndërhyrë menjëherë dhe për të shmangur vështirësitë në qarkullim gjatë muajve të dimrit. Në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër është vërejtur një shtim i rasteve me COVID-19. Sipas mjekut infeksionist Arben Mino, vetëm gjatë këtij muaji në rang qarku janë regjistruar rreth 100 raste, kryesisht me simptomat e lehta. Mjekët apelojnë për kujdes dhe respektim të masave parandaluese, sidomos për grupet në risk. Në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër është vërejtur një shtim i ndjeshëm i rasteve me COVID-19 gjatë javëve të fundit. Mjeku infeksionist Arben Mino bën me dije se virusi vijon të qarkullojë në disa variante, ndërsa aktualisht po haset një formë me simptoma më të lehta, krahasuar me valët e mëparshme. Ke urgjenca ka goxha raste që vijnë me dvjella, me bark. Mund të kenë trajtuar rreth 15 raste poshtë ke urgjenca, nga cilët vetëm ata që paraqiten më rënd ju i bëj ftesën që të shtrohen. Grupet e rrezikuara e kam fjalën për ata me sëmundje kronike, me kardiakët, ata që janë me diabet, është e këshillueshme të bëjnë edhe vaksinën e gripit edhe të Covidit. Mjeku apelon për vigjilencë dhe respektim të masave parandaluese, sidomos në ambiente të mbyllura dhe për personat me risk, si të moshuarit edhe ata me sëmundje shoqëruese. Dikush që është smur duhet lajmëroj patjetër personat e afërt, familjes, të shkollës, në mënyrë që të vetë izolohet, të mos kthehet në një vatër infeksioni dhe për personat e tjerë. Marri masa të filloj të shtoj sasinë e likideve, të lëngjeve, të mund të pi edhe për shembull përdorimi i këtyre antiinflamatorëve, ibuprofenit, është mirë se ul simptomat. Ushqimi mirë, normalisht me proteina ndihmon shumë. Të dhënat që vijnë nga një VKSH Gjirokastër flasin për një rritje të personave që janë prekur me shenja Covid. Vetëm gjatë muajit shtator numri të prekurve në rang qarku kap shifrën e 100 të tillëve. Në prag të dimrit, vaksinimi kundër gripit në Sarand ka njohur një interes të lartë në spitalin Petronako. Deri tani janë aplikuar rreth 400 doza, kryesisht për personat e moshuar, fëmijët dhe personelin mjekësor. Fushatat e ndërgjegjësimit synojnë të mbrojnë edhe kategoritë të tjera punonjësish, duke reduktuar rrezikun e përhapjes së gripit. Vaksina e gripit në Sarand këtë prag dimri është shumë e kërkuar. Vaksinatorët e spitalit Petronako në këtë qytet thonë se ajo ka ardhur më herët se vitet e tjera dhe po ashtu i lartë ka qenë edhe interesimi për parambrojtje nga gripi stinor. Sipas vaksinatores Rita Kapo, deri tani janë 400 persona që kanë marrë këtë vaksinë me kërkesën e tyre, kryesisht nga mosha e tretë, por edhe shtëpia e fëmijës, personeli mjekësor e të tjerë. Procesi i vaksinimit ka filluar më herët nga vitet e tjera, duke qenë se virusat kanë qenë më të avancuara, më të shpeshta, dhe fluksi i periudhës së verës ka qenë shumë i madh, dhe vaksina e gripit tek ne ka ardhur shumë shpejt. Ka qenë e interesuar nga grup moshat, sidomos grup mosha e tretë është shumë e interesuar për të aplikuar. Ne kemi aplikuar goxha, Saranda deri tani është gati tek 400 vaksinime, duke u shpërndar në spitali me statistikat, jemi tek 400 vaksinime. Vaksinojmë zakonisht, shtëpia e të moshuarve është vaksinuar komplet, polivalentja. Është vaksinuar shtëpia e fëmijës, që kemi disa fëmijë aty.
Por vaksinimi kundër gripit nuk i është lënë rastësisë edhe për kategoritë të tjera punonjësish, që të mos kthehen në burim për hapjeje për të tjerët. Për këtë është organizuar fushat ndërgjegjësimi për dobi në shëndet dhe efektshmërinë e kësaj vaksine. Personeli mjekësor gjithashtu dhe nga drejtoria arsimore ka pasur një interes shumë të madh për vaksinimin e personelit. Gjithë personeli që është në për qendra, do me thënë, qendra kolektive, arsimi, policia, porti, duhet të ndërgjegjësohen dhe të vinë të vaksinohen, sepse janë një burim shumë i madh infeksionit për të tjerët. Vaksinatori Arita Kapo tregon edhe për rigorozitetin me të cilin punohet jo vetëm për ta tërhequr, por edhe për ta ruajtur vaksinën e gripit në kushte frigoriferike edhe gjatë përdorimit, për ta bërë atë sa më të efektshme. Në qendrën tonë vaksina ruhet në sistemin zinxhir ftohës në mënyrë të përkryer. Nga frigoriferi i DSHP-s ne tërheqim me termuset tona me bokset dhe gjatë gjithë ditës i mbajmë me bokset termuset në termus. Për të aplikuar vaksinën e gripit vërehet një interesim i lartë si një mënyrë e sigurt për të qenë të parambrojtur përballë griprave që janë bashkëshoqërues të stinës së vjeshtës dhe dimrit. Në kuadër të tetorit roz, një VKSH në Sarand ka nisur aktivitete sensibilizuese për gratë dhe vajzat, duke theksuar rëndësinë e kontrollit të hershëm për parandalimin e kancerit të gjirit. Përveç takimeve në mbështetje të bashkisë dhe institucioneve vendore, pritet që shumë shpejt të vihet në dispozicion edhe aparati i mamografisë për kryerjen falas të këtyre ekzaminimeve. Në këto ditë të para të tetorit roz, specialistët e një VKSH Sarand janë më të angazhuar se kurrë për të rritur sensibilizimin e grave dhe vajzave që të jenë të vëmendshme për të kapur në kohë sinjalet e trupit të tyre në mënyrë të posaçme. Kjo është periudha e intensifikimit të punës për sektorin e promocionit, ku ata duhet të bëhen faktor nxitës që çdo grua të bëjë ekzaminimet e nevojshme për të mbrojtur nga kanceri i gjirit. Për shefin e promocionit Robert Mavro, kontrolli i shëndetit për gjirin e gruas është vendimtar për të përballuar çdo sfidë. Zyra e promocionit dhe shëndeti parësor sensibilizon komunitetin në muajin roz, gjithmonë është një muaj sensibilizuar në kaq vite tashmë, për të gjitha gratë, edhe burrat, domethënë të gjitha gratë të sensibilizohen për kapjen në kohë të kancerit të gjirit. Pra, kapja në kohë të çdo sëmundje shëron jetë. Slogani i vjetshëm e kësaj fushate, sepse është gjatë gjithë muajit, është çdo ditë ja vlen të jetosh. Në Sarand janë programuar edhe takime të gjera me gratë duke patur partner Bashkinë e Qytetit dhe institucione të tjera që kanë prani të shtuar të zonjave në stafet e tyre si bankat e të tjerë. Të sensibilizojmë të gjitha qendrat të cilat kanë gratë, domethënë bankat, shkollat, gjithë tregjet ushqimore, tregjet industriale, gjithçka që kanë numrin e madh të grave, për të sensibilizuar domethënë për kapjen në kohë të hershme të kancerit të gjirit. Stafet shëndetësore janë në pritje të zbatimit të grafikut të hartuar nga dikasteri përkatës për ardhjen edhe në Sarand të aparatit të mamografisë dhe realizimin falas të saj për çdo grua në qytet dhe fshatra. Në këtë vit ne mund ta presim mamografinë dhe këtë muaj, është bërë një grafik nga Ministria e Shëndetësisë dhe në momentin që do të vi këtu ne do të sensibilizojmë komunitetin për të ardhur për bërjen e mamografisë falas. Më 21 tetor është duke u përgatitur një takim me pjesëmarrje sa më të gjerë të grave në kuadër të ditës kombëtare të diagnostikimit për kancerin e gjirit. Teatri Shëtitës Çajupi këtë fillim tetori solli në Gjirokastër shfaqjen e re Trendi i ri, një dramë e autorit spanjoll Sergi Pompermajer dhe regjit të Kiço Londos. Shfaqja u prit me interes nga publiku gjirokastrit dhe vjen në skenë si një produksion inovativ që prezanton talentet të reja të Teatrit Shëtitës Çajupi nën kujdesin e kryetarit të bashkisë Flamur Golemi. Drama Trendi i ri e dramaturgut spanjoll Sergi Pompermajer mbushin mbrëmjen e djeshme teatrin Zihni Sako në Gjirokastër me një subjekt emocionalisht kompleks dhe interpretim të fuqishëm nga aktorët. Vepra u prit me interes nga publiku gjirokastrit, duke sjellë një atmosferë të veçantë artistike në skenë. Regjizori Kiço Londo u shpreh se ndihej i kënaqur që shfaqja nisi nga Gjirokastra. Vendosi që ta filloj këtu udhtim të kësaj shfaqje thellësisht dramatike, thellësisht emocionale, nga Gjirokastra, me besimin që
pagëzimi që dhe i bëri Gjirokastra kësaj shfaqje sonte ishte një shenjë që shfaqja do të udhtoj. Me shumë i kënaqur jam nga mënyra se si komunikoj shfaqja me spektatorin. Shumë i kënaqur nga spektatori, nga dorëfikitet e tij të ngrohta. Nga ana tjetër, aktorët pjesëmarrës në këtë shfaqje pohuan se u ndjen vërtet mirë në teatrin e Gjirokastrës. Shfaqja vjen si produksion i teatrit Shëtitës Çajupi, i cili prej vitesh ka sjellë në qytete të ndryshme të vendit krijime bashkëkohore dhe klasik të autorëve të njohur. Më në fund sollëm në skenë një shfaqje që për mua do ngelet gjatë në kujtesë, ishte një tekst dramaturgjik shumë i bukur, kemi bërë një punë shumë të bukur, ka qenë një grup që ka punuar me shpirt, sepse kjo është një nga ato pjesë që mendoj unë çdo aktor do të lejë një copë të shpirtit në këtë pjesë, sepse përjetimet emocionale që kalon aktori janë shumë të vështira. Dhe ndihem i lumtur që premiera ishte në qytetin e Gjirokastrës, në këtë skenë ndihem rehat dhe shpresoj që publiku ta ketë shijuar këtë pjesë dhe t'i ketë marrë mesazhet. Është një pjesë shumë aktuale dhe shpresoj që të pritet ashtu siç u prit dhe në këtë teatr, në gjithë teatret e tjerë, pasi pjesa do jetë një pjesë që do jetë turne pothuajse në gjithë qytetet e Shqipërisë. Është era e parë për mua në Gjirokastër, më pëlqeu shumë. Urime për gjithë restaurimin që keni bërë ke teatri, ka nevojë për shumë gjëra tjera. Shumë mirë. Faleminderit që na pritët, faleminderit dhe bashkisë që na i bërit mundur që ne të vinim këtu. Dhe faleminderit teatrit që na pranoi, na hapi dyert, që në momentin e parë që e morëm, mendojmë se kjo është shumë aktuale dhe ishte shumë afër nesh, afër realitetit tonë. Dhe pse kjo pjesë është bërë në realitetin e Spanjës në 2014, po kjo është shumë tek ne. Në Gjirokastër, Rendi i ri, i cili do të jepet edhe mbrëmjen e sotme në teatrin Zihni Sako, u soll në kujdesin e bashkisë si pjesë e programit kulturor që synon të afrojë artin dhe teatrin me komunitetin. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.